Një mbrëmje të veçantë për gjirokastritët dhe vizitorët e saj ofruan artistët e ardhur nga Ulqini. Në takimin e parë të aktivitetit Ulqini në Gjirokastër, në skenë ngjitën djemtë dhe vajzat e ansamblit Trojetona me këngët dhe vallet e tyre folklorike. Sot në Gjirokastër nga Ulqini sjellim shumë gjëra, sjellim një kulturë të lashtë, sidomos unë do të thotë jam në rolin e një lautari ku do të këndoj një këngë dhe kemi sjellur edhe folklorin tjetër me kërcime dhe me veshjen tonë tradicionale. Vim në Gjirokastër thjesht për dëshirë dhe që të vizitojmë një ndër qytetet shqiptare më të bukura. Është një veshje kombëtare shqiptare që quhet Gjubleta, është e vjetë rreth 150 viteve. Skena u nda edhe me artistët e grupit Argjiro, të cilët me zërat e tyre brillant mbajnë gjallë këngën polifonike. Në këtë event nuk munguan as artizanët me punimet dhe prodhimet e tyre tradicionale. Për herë të parë jem këtu në Gjirokastër, kemi sjell punë doret, për shembull të janë geta i veshim dimnit, mos me pas ftoft pulpi i kamve, si thonë ne. Të janë çorap leshit me model për fëmijë, të janë strajca me shty bukën ose gurabia ose diçka tjetër. Këta mund me shty paret tima, për ndryshe kjo thirret ëndra në beze. Këta janë çanta, punë doret krejt, prej Ulqinit. Këto janë punin me doret. Janë figura, për shembull, i thomë zadrimorja kësaj. Kemi ardhur për herë të parë me produktet tona vendore, cilën i përgatisim vetë dhe i kemi në baçet tonë, në kopshtin tonë. Kemi çdo gjë prej gjëra shtata, domethënë kemi fiq të thatë, kemi arra, përgatisim një ëmbëlsirë me fruta të thata. Që i përgatisim ka mjalt, ka fiq, arra. Ulqini vjen në Gjirokastër dhe ne mirëpresim, jemi në panairin e artizanatit në Gjirokastër, ne jemi Anar Koçollari dhe jemi të prezantuara si për herë me punimet tona të bukura, artizanale të realizuara me gur me vlerë, me perla, me marganitar, me kristale, me detaje të cilat janë të miqësore me lëkurën. Ky aktivitet u realizua fal bashkëpunimit të TIT Gjirokastra dhe Bashkisë Gjirokastër, ADF dhe shoqatës së artizanëve Globus Art. Për herë të parë, eventi Ulqini Gjirokastër, pra është diçka më ndryshe se sa kemi marrë me para pra në aktivitetet kullar, pra kemi rreth 14 vite që vim Gjirokastër, mirë, por kjo është diçka tjetër, të cilët prezanton vetëm qytetin e Ulqinit pra në Gjirokastër. Pra janë dy kultura të ndryshme, apo të themi ndoshta pak a shumë të ngjashme, pasi Ulqini dhe Gjirokastër janë qytete të lashtë, janë qytete historik. Pra Ulqini identifikohet me kalanin e Ulqinit, me Bregdetin, ndërsa qyteti i Gurtë i Gjirokastër identifikohet me pazarin e vjetër, me kalan dhe gjëra tjera.